O njerëz, kush do qofshi, sa do lartë keni arrit, sa do pasurit keni vënë, në fund fare jeni të barabartë, do vdisni të gjithë. Prandaj mos ta gënjejmë veten, vlla dhe motër. Unë jam i shik më i famshëm se ty, po leje pra se më vartë do shkojmë gjithë. Po gjaë sekratul mauti bil haq. Kurani të ndriçon. E thot, mos bëni sikur që jeni se përveç meje që jam i gjallë, s'vdes kur, ju do ikni nga kjo botë dhe çfarëdo që pretendoni se arritët do ta leni si jeni të zot me e marrë dhe me vete. Atëherë kjo i qetëson gjithë njerëzimin. Se nga pyetjet e vështira që na shtrojnë neve, po në fakt për ne janë të klasës parë, është thojmë se Zoti bëri ndryshime. Jo, më të gjithë i ka botë barabartë se gjithë në varr shkojnë. Jo, po ky i pasur i kështu ke, jo ja, s'ka vlerë. Jo, po ky ëngri ca ushqime më të mira. Çfarë vlerë ka kur shkon varr? Se ke ngrënë ushqime më të mira, apo jo, se ke hyrë një makinë më të bukur, apo jo, se ndërtove me se jetove me i gratacel apo me i shtëpi thjesht. Në fund fare gjitha harrohen kur shkojmë aty ke varri që i shohim ato që ne do të shkojmë mbas sa kohe atje, na duken gjithë barabartë. Kjo është e vërteta. Wa ja'a sakratul mauti bil haq, dhalika ma kunta minhu tahid, vjen e vërteta e qartë e njerëzimit me vdekje.